Forcimi i bashkëpunimit me diasporën shqiptare dhe koordinimi i veprimtarisë fetare në shërbim të besimtarëve ishte në qendër të takimit tradicional që organizoi Bashkia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut me imamët, drejtuesit dhe përfaqësuesit e qendrave islame shqiptare nga vende të ndryshme të botës. Takimi u zhvillua në frymën e unitetit, përgjegjësisë dhe përkushtimit të përbashkët për ruajtjen e identitetit fetar e kombëtar të shqiptarëve që jetojnë në Mërgat. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, theksoi se diaspora shqiptare mbetet një pjesë e pandashme e kombit dhe se Bashkia Fetare Islame do të vazhdojë të jetë pranë bashkëadhetarëve të saj, pavarësisht se ku jetojnë dhe veprojnë. Ai nënvizoi se institucioni që ai drejton i kushton një rëndësi të veçantë mbështetjes së qendrave islame në diasporë, duke i konsideruar ato ura të forta që lidhin shqiptarët me fenë, gjuhën, kulturën dhe vendlindjen. Unë mendoj se rrugtimi juaj drejt vendeve europiane, botërore, aq sa mund të jetë breng, aq mund të jetë edhe kader i Zotit. Ndoshta prej e zelit që ju, vëllezër të dashur, në përvende të ndryshme, ju jeni duke mbjellur vlerat e islamit. Do me thani ju me punën e juaj shumë dekatëshe, keni arritur prej një të panjohure vlerë islame, ta bëni pjesë shumë aktuale të vendeve europiane dhe botërore dhe ta veni në pozit islamin që t'i gjendet pozicioni në vendet e Europës. Ate e dini më mirë ju, po si duket e kanë kuptuar edhe vendet e Europës, sepse ju keni treguar urtësi, keni treguar mençuri, keni treguar maturi, keni treguar metodologji, keni treguar strategji dhe keni treguar se jeni popull që sipas islamit duhet mbjellni paqen, tolerancën, bashkëjetesën kudo që shkoni dhe t'jeni në shërbim të vendit ku jetoni dhe në shërbim të vlerave islam. Dhe me plot bindje e them se tashmë islami është vlerë në mesin e vlerave që i ka ambienti europian. Për këtë shkak ju jeni një kandil i fuqishëm që tashmë e njoftoni botën, në veçanti Europën me vlerat e islamit. Të vazhdojmë bashkërisht, të komunikojmë në këtë kohë moderne, me gjitha mjetet moderne, që t'jemi bashkë, të ndjejmë njëri tjetrin, situatën e bashkëadhetarëve tanë atje, si dhe ju bashkëadhetarëve tuaj këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Një mesazh të veçantë përcolli edhe drejtori i diasporës në Bashkinë Fetare Islame Mafiz Rustemi, i cili theksoi se imamët, drejtuesit dhe përfaqësuesit e qendrave islame shqiptare në diasporë kanë një mision fisnik dhe një përgjegjësi të madhe. Sipas tij, ata janë ambasadorët më të denj të vlerave islame dhe kombëtare, duke shërbyer si ura lidhëse mes bashkëadhetarëve në Mërgat dhe vendlindjes. Ky nuk është vetëm një takim pune, por është një takim zemrësh, një takim njerëzish që i bashkon i njëjti ideal, i njëjti emanet dhe i njëjti mision, e që është shërbimi ndaj fesë tonë, ndaj popullit tonë dhe ndaj institucioneve tonë. Të dashur vëllezër, shpeshherë kur flasim për Mërgatën tonë, flasim për suksesin ekonomik, për investimet apo për ndihmën ndaj vendlindjes. Mirë po unë besoj se kontributi juaj më i madh dhe shumë më i thellë, ai është ruajtja e fesë dhe identitetit kombëtar në diasporë. Pikërisht për këtë arsye, roli juaj është i pazaventueshëm. Ju jeni ambasadorët më të mirë të islamit, të
të kulturës tonë shqiptare dhe të bashkësisë fetare islame në përgjithësi. Të dashur vëllezër, një nga objektivat tona më të rëndësishme është që lidhja shpirtërore ndërmjet mërgatës, vendlindjes dhe bashkësisë fetare islame të mos dobësohet asnjëherë. Kjo lidhje nuk ndërtohet vetëm me vizita, por ndërtohet me besim, me komunikim të vazhdueshëm dhe me projekte të përbashkëta. Ju jeni ata që çdo javë u kujtoni besimtarëve tonë në mërgat vendlindjen, u kujtoni institucionin tonë dhe përgjegjësinë që e kemi të gjithë për ta mbështetur njëri tjetrin. Prandaj më lejoni që t'ju them nga zemra faleminderit. Faleminderit për çdo iniciativë të bashkësisë fetare islame që e keni konsideruar edhe iniciativë tuaja. Faleminderit për përkrahjen që i keni dhënë medreses Isabeu, fakultetit, projekteve tona humanitare përmes aksionit të kurbanëve, sadakatul fitrit, zeqatit dhe shumë aktiviteteve tjera. Në të vërtetë shumë prej sukseseve që arrijmë këtu nuk do të ishin të mundura pa mbështetjen tuaj. Çdo aktivitet i madh që organizon Bashkia Fetare Islame ka edhe gjurmën e kontributit tuaj. Prandaj këto nuk janë vetëm projektet tona, por janë projekte të përbashkëta të ndërtuara mbi besim dhe bashkëpunimin tonë. Të nderuar imam dhe të nderuar kryetar. Edhe ne kemi përgjegjësinë ndaj jush. Ju sigurojmë se e gjithë Bashkia Islame është në shërbim tuaj me të gjitha kapacitetet që disponon. Çdo ide, çdo iniciativë dhe çdo nevojë e juaja është edhe përgjegjësia jona. Po ashtu e dim se besimi ndërtohet me përgjegjësi dhe ruhet me transparencë. Prandaj dua t'ju garantoj se çdo kontribut që vjen nga diaspora administrohet me kujdes dhe shkon pikërisht aty ku është edhe dedikuar. Për këtë arsye kemi vendosur një standard të ri transparencë, kemi publikuar raportin e dejuar të aksioneve të ndryshme si të kurbanëve dhe shumë shpejt do të publikohet edhe raporti i sadakatul fitrit dhe zeqatit, dhe kjo nuk bëhet sepse dikush ne e kërkon, por sepse besojmë se besimtari ka të drejtë të di se ku shkon emaneti dhe se institucioni ka detyrim të jap llogari. Të dashur vëllezër, le të vazhdojmë në këtë rrugtim me besim të ndërsjellët, me unitet dhe me sinqeritet, duke qenë gjithmonë në shërbim të Allahut, të besimtarëve tanë dhe të interesit tonë të përgjithshëm. Gjatë diskutimeve, përfaqësuesit e diasporës ndanë përvojat e tyre, sfidat me të cilat përballet komuniteti shqiptar në vendet ku jetojnë, si dhe idet për zgjerimin e bashkëpunimit me Bashkinë Fetare Islame. Ata theksuan nevojën për koordinim më të madh në organizimin e aktiviteteve fetare, arsimore dhe kulturore, me qëllim ruajtjen e identitetit islam dhe atë kombëtar tek brezat e rinj që lindin dhe rriten larg dheut. Qendrat islame shqiptare në diasporë nuk janë vetëm vende të kryerjes së ritëve fetare, por edhe qendra të edukimit, kulturës dhe bashkimit të komunitetit, ku kultivohen vlerat e besimit, të familjes dhe të përkatësisë kombëtare. Diaspora shqiptare dhe myslimane është një pjesë e pandashme e shoqërisë dhe institucioneve tona. Ajo nuk duhet shihet vetëm si një komunitet që jeton jashtë vendlindjes, por si një potencial i madh njerëzor, intelektual, profesional, kulturor dhe institucional. Në shumë vendet e Europës, e po ashtu në Zvicër, imamët dhe xhamit tona nuk merren vetëm udhëheqjen në faljen e namazit apo realizimin e riteve fetare. Ata përballen çdo ditë me çështje të edukimit të brezave të rinj, të ruajtjes së identitetit fetar dhe kombëtar, të integrimit në shoqërinë ku jetojnë, marrëdhënieve familjare, problemeve sociale, të radikalizmit, islamofobisë dhe sfidave të tjera në rrjetet sociale apo dhe të dialogut ndërfetar e ndërkulturor. Pikërisht për këtë arsye, bashkëpunimi ndërmjet institucioneve fetare të vendlindjes dhe institucioneve të diasporës duhet të jetë i vazhdueshëm, i organizuar dhe institucional. Nuk mjaftojnë vetëm vizitat e rastit për njohjet personale apo aktivitetet sporadike, por nevojiten marrëveshje, bashkëpunimi, projekte të përbashkëta, programe edukimi dhe trajnimi dhe krijimi i mekanizmave të shkëmbimit të eksperiencave. Në këtë drejtim, do të ishte shumë e dobishme që institucionet tona fetare, në bashkëpunim me universitetet, studiusit dhe profesionistët e diasporës, të punojnë për themelimin e një akademie ose qendre të specializuar për studimin dhe trajtimin e çështjeve të pakicave myslimane në Europë e veçanërisht për shqiptarët. Një akademi e tillë do të merrej me hulumtimin e pozitës së myslimanëve shqiptarë në vendet europiane,
për përgatitjen profesionale të imamëve, edukimin fetar të fëmijëve dhe të rinjve, ruajtjen e identitetit kombëtar në diasporë, çështjet juridike dhe institucionale, marrëdhëniet me shtetin, dialogun ndërfetar, parandalimin e ekstremizmit dhe sfidat bashkëkohore të familjes myslimane në Perëndim. Ajo do të mund të shërbente edhe si një urë ndërmjet dietarëve të vendlindjes dhe përvojës konkrete të imamëve që veprojnë dhe punojnë në diasporë. Imamët e diasporës kanë nevojë për dijen dhe mbështetjen e institucioneve të vendlindjes, ndërsa institucionet e vendlindjes kanë nevojë për përvojën e imamëve që jetojnë dhe punojnë drejt për drejti në realitetin evropian. Ajo çka duhet të thonë gjithmonë se bashkëpunimi jonë, sidomos diaspora me vendlindjen, do të jetë mirëfillt, bashkëpunimi sinqert jese, për të mirën e muslimanëve që janë në vendlindjen tonë, por edhe për të mirën e muslimanëve që janë në diasporë. Si Unioni Qendrave Islame Shqiptarëve të Gjermanisë, do të vazhdojë bashkëpunimi jonë me Bashkinë Islame Fetare të Republikës së Macedonisë së Veriut, po ashtu edhe me Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës, po ashtu të Logjinës, po ashtu edhe KMSH-n e Shqipërisë. Ky bashkëpunim, sidomos verifikohet dhe reflektohet gjatë vizitave dhe ftesave që bëhen nga ne për Bashkinë Islame të Republikës së Macedonisë së Veriut këtu, por po ashtu edhe ftesat që na bëjnë neve këtu për me prezentu në evenimente dhe në takime të shumë hershme që vim edhe i vizitojmë të vendet tona këtu në këtë vend. Unë ju uroj edhe njëherë kryetarit e Bashkisë Islame të Republikës së Maqedonisë për organizimin e radhë, moment që jeni duke e bë garat e Kur'anit Kerimit. Inshallah Allahu xhaleshanu i shton këto çdo vit të keni dhe të keni suksese në këto inshallah. Dhe kjo tregon se ju keni treguar një punë shumë të mbarë dhe shumë të vishme, për atë dhe keni kriju besimin që të organizohen edhe garat këtu në Shkup. Përsa i përket të organizimit të jetës fetare në Gjermani, dikun në Gjermani funksionojnë mbi 100 qendra islame shqiptare atje, ku një numër i madh i xhamive janë të blera si objekte, por një numër tjetër është në ndërtim e sipër, si të rëmosh dhe më thonë xhamia në Selvetal, pranë afër Hamburgut, po ashtu edhe xhamia në Hildesheim të Gjermanisë ndërtohen nga temeli. Inshallah, po të kenë suksese të ndërtohen ato, e kemi edhe hoxhën Ensarin Preja që dhe më thonë. Në këto momente që jemi, Unioni Qendrave Islame Shqiptare ka fatin dhe rastin që t'jesë zëdhënës dhe përfaqësues i gjithë muslimanëve të Gjermanisë. Që do të thotë se atje në Gjermani kemi komunitete tjera, turqit i kemi Miligërishi, kemi Titipin, kemi Sulemanxhin, por kemi bosnjakët, kemi arabët, kemi marokanët dhe shumë unione tjera, por është fati që në këtë kohë që jemi 6 miliorshin, është pra përfaqësuesi i gjithë muslimanëve të Gjermanisë, është shqiptar Salaudin Efendi Ibra, njëkohësisht edhe sekretari general i Unionit të Qendrave Islame Shqiptare. Në vazhdim e sipër, në vitin 2027, pritet që Unioni jonë të marrë, por edhe besimin e Ministrisë të Punëve të Brendshme, ku ne jemi në koordinim me ta, që i themi Deutsche Islam Conference, ku ajo ka projekte të lloj-llojshme, sociale dhe kulturore, që deri më sot mja ka besu sidomos Goethe Institutit, dikun edhe DTIP-it, por presim që në vitin e ardhshëm që besohet kjo punë vetëm shqiptarëve në Gjermani. Kjo është një arritje shumë e madhe për neve, për atë se kjo do të thotë se ata kanë më shumë besim të shqiptarët për këto projekte se të tjerat. Këto projekte zakonisht financohen nga qeveria gjermane dhe bashkëpunimi jonë me atë qeveri dhe më tonë vazhdon dhe vijon edhe në të ardhmen. Inshallah, këto arritje ju dëshiroj edhe unioneve tjera dhe komuniteteve tjera shqiptare që duhet të punohet me ato shtete ku jemi atje, se vetëm në këtë formë neve mund të mbjetojmë apo dhe të vazhdojmë emanetin tonë të islamit të përgjojmë edhe në ato vende ku jemi atje. Alkigu ka shku një hap më tej edhe ka blej rezidencën tash, do më thënë, prej dhjetorit të vitit 2025, Alkigu e ka rezidencën e vetë. Këtë pra e kemi blej, nuk e kemi pas për para gjithsesi
kemi pas pak vështirësi në gjetje të rezidencës o në për dëni xhami, o në dëni vend tjetër, o me qira, o këtu atje. Edhe dëshiroj të potencoj se në një nga vizitat që i pati Rej Sulemaj Haxhi Hafiz Shaqer Efendi Fetaj në Austri, më kujtot si sot me thekst të veçantë në patë thanë, ju duhet të keni rezidencën tuaj. Më kujtot këtë pra ne tash e kemi. Këta më të mëdhejtë si kur i Gjermanisë edhe i Zvicrës nuk e di edhe Italisë nëse e ka rezidencën e tine, për gjithsesi i nxitëm që ta kene dhe ata. Edhe dikundi, sa për infon tuaj, dikundi afër 500.000 euro në ka kushtu ajo dhe e kemi paguajt. Kuptohet pas falenderimin dhe Allahu Dhul Xhelali, falenderim të gjitha ata musliman, ata besimtarë të cilët na kanë ndihmuar në një formë apo në një tjetër formë, në mënyrë vullnetare, duke dhënë kontributet e tine, duke paguaj me shuma të mëdhoja, që ne edhe arritëm në kohë rekord para skadimit të afati që e patëm deri ka fundi i marsit, të paguajmë ata. Kuptohet kemi pas momente kur kemi marrë edhe borxhe nga dikush, kryesorja e kemi paguaj dhe e kemi pastër tonën pra si rezidencë të Alkigut. Gjithsesi Alkigu në aktivitetet që i ka, krahas xhamive që i ka nën umbrellën e vet, mundohet të shtojë aktivitetet edhe më tej, nëse do të kishte mundësi në fakultet të integrohet gjuha gjermane. Arsia e din të gjithë hoxhullarët të cilët janë dhe veprojnë në vendet gjermanofolse, në të cilët kërkohen imamët të bëjnë kursin e gjuhës. Disa prej tyre kanë vështirësi serioze, disa prej tyre nuk e kanë dhe aq problem, po sigurisht ndoshta në qoftë se figuron në diplomat se e kanë pas gjermanishtën, merret në për autoritetet vendore parasysh ajo, edhe kalojnë më kollaj. Kjo kuptohet nëse do të ishte e mundshme. Diaspora shqiptare dhe jo muslimane në Evropë nuk është një komunitet i përkohshëm. Jemi duke treguar se jemi serioz, kemi ndërtuar, themi mund të jemi edhe jemi themeltar apo themelues të Evropës, por me kontribut që jemi duke bërë me seriozitetin tonë, jemi duke treguar se jemi institucion dhe jemi popull shumë i sinqer dhe dashamirëdhënës dhe paqërues në Evropë. Dhe është bërë pjesë e përbërës jetës fetare që ku jemi ne, po ashtu kulturore dhe shoqërore të vendeve ku jetojmë. Prandaj përgjegjësia jonë është më e madhe se kur më herët. Sot nuk mjafton vetëm të ndërtojmë xhami, pra edhe pse Evropa dhe Zvicra, Gjermania, Italia kanë filluar dhe gati i kanë prodhuar tokët e tyre, themi edhe xhamit dhe institucionet e tyre, duhet ndërtojmë edhe institucionet tona të forta fetare, me imam të përgatitur, të rinj me identitet të qartë islam dhe kombëtar, si dhe familje që ruajnë fenë, gjuhën dhe traditën. Në Itali kemi parë se suksesi nuk arrihet kur suksesi arrihet kur ekziston bashkëpunimi, koordinimi dhe respekti institucional. Për këtë arsye besoj se bashkëpunimi ndër Mbretërisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe institucionet tona në diasporë duhet të hyjnë në një fazë të re. Faza ku mund themi koordinim të rregullt ndërmjet institucioneve, e cila ka qenë, por duhet vazhdojë edhe me një rrugë më serioz. Shkëmbim përvojash dhe projekte. Këtu falenderoj publikisht që në bëri ftesë Reis Ulemaja dhe Bashkia Fetare Islame të marrin pjesë në takime me muftit e Ballkanit, të cilët morën pjesë edhe ne nga diaspora, trajnim të përbashkët të imamëve, sepse duhet të zgjedhmi edhe pjesën e zgjedhur, ajkën e imamëve të diasporës, siç ishte edhe paraforsi im Dr. Besim Muzi, si tregoi se duhet të jemi serioz dhe të dimë si të flitet dhe cilët janë kushtet e diasporës. Po ashtu programe për edukimin e rinisë duhet punojmë më të madhe, sepse ne flasim gjithmonë për integritetin dhe dinjitetin tonë shqiptar në diasporë, edhe largimin nga asimilimi, por kur vim në vendlinje shumë se asimilimi është më i madh këtu se sa në diasporë. Dhe integrimi është më i ngritur në Evropë se sa këtu. Pra këtu kemi kuadrat shumë,
por duhet punohet më tepër në këtë pikë, sepse integrimi jonë nuk duhet vetëm mendohet në diasporë, sepse janë sfidat e shumta, sfidat janë më të mëdha edhe në vendlindje, sepse gati kemi filluar me humb familjet e tona. Do të thotë, ai ka e familjes dhe autoritetit dhe rinisë është duke u zhdukur. Po ashtu, faza që duhet të kemi bashkëpunim është edhe organizimet përbashkëta të aspekteve kulturore dhe fetare të se të kemi. Ne në Itali jemi të gatshëm të japim kontributin tonë në çdo projekt për shërbimin e Islamit, shqiptarëve, po edhe forcimin e institucioneve tona. Kemi arrit me një kohë ku ne të diasporës të sjellim fëmijët tanë, rinin tonë, ato të cilët do jenë ardhmeria jonë në Evropë, në diasporë, të vinë këtu në medresej me mëso, ose me hap një degë të medresës në Evropë. Të gjithë ju e përmendet se nevoja është për me erujt Islamin. Parashtrohet pyetja sa kemi bë edhe metoda se si ruhet Islami në diasporë. E para, ne duhet patjetër me kriju një mexhlis fetvave, sepse ne shqiptarët në diasporë kemi arrit në pozitat më të larta. E kemi, unë personalisht e kam shembull Hoxhën Bekim Efendi Alimin, hoxhallar tjerë, të cilët kanë arrit me shkri këtë integritetin, integrimin në shoqërisë evropiane. Edhe alhamdulillah kemi arrit. Në mesin këton ku imi, mendoj se jam i vetmi që kam lindur në Danimark, në diasporë dhe ka ardhur në medrese. Mos jam gabim, nuk e dia ka dikush tjetër. Por duhet më shumë. Ka nevojë. Kërkoj njëri prej përfaqësuesit që me hap, më duket Austrisë, me mësu gjuhën gjermane këtu në fakultet. Po, gjuhën gjermane, gjuhën italiane, gjuhën daneze. Pse? Sepse ne shqiptarët, musliman, imamat, ne që jemi të diasporës, jemi ato të cilët do jemi përfaqësues kryesor të Islamit në diasporë. Islami në Belgjik është i pranuar zyrtarisht prej vitit 73. Islami në Belgjik ka avansuar deri tash që kemi krijuar bashkësinë, ta quaj sikur këto që e kemi bashkësia islame apo bashkësia muslimane në Belgjik. Është e njohur zyrtarisht prej shtetit. Lënda fetare është duke u respektu prej vitit 73. Janë më tepër se 1500 arsimtar, mësuese, të cilët japin lëndën fetare në shkollat publike. Belgjika i ka parafërsisht 400 xhamia. Në mesin e 400 xhamiave janë një 10 xhamia shqiptare, nga që se komuniteti jonë është parafërsisht 60.000 që jetojmë në Belgjik. Komuniteti majoritar që është më shumti është 700.000, afër 1 milion, komuniteti maroken, që kanë arrit të krijojnë edhe universitete aty në atë vend. Kështu që kemi këshilltar të cilët veprojnë, edhe ato janë me qindra në përbugje që japin ligjërata, këshilla, e gjëra të tilla, të cilët mbulohen nga shteti, nga Ministria e Brendshme. Gjithashtu, para 15 viteve, ka vazhduar në aktiviteti tjetër njohja e xhamiave bashkësive islame si kulte. Nga që se ju e dini të gjitha xhamia, qendrat e tona janë të regjistruara me statut bashkësi islame kulturore, jo si kulte. Parafërsisht 150 xhamia janë të njohura si kulte tash në Belgjik. Dhe këto xhamia kanë të drejtë me pasën imamët e tyre mbas antarësisë të cilën e kanë, të cilët janë të financuar nga Ministria e Drejtësisë.
Takimi u vlerësua si një tjetër hap i rëndësishëm në forcimin e lidhjeve ndërmjet BFI-s dhe diasporës shqiptare, me synimin që bashkëpunimi të zgjerohet edhe më tej në shërbim të besimtarëve dhe në ruajtjen e identitetit fetar e kombëtar të shqiptarëve kudo që jetojnë. Në përmbyllje të aktivitetit, Reisul Ulema Hafez Shatir Efendi Fetau ndau mirënjohje për imamët, drejtuesit dhe përfaqësuesit e institucioneve e organizatave islame të diasporës, në shenjë vlerësimi për kontributin, për kushtimin dhe bashkëpunimin e tyre të vazhdueshëm me Bashkinë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut.